Një fushat depistimi me qëllim zbulimi në faza të hershme dhe parandalimi në kohë të kancerit të qafës së mitrës do të zhvillohet gjatë periudhës qershor-gusht në 2 maternitetet e Tiranës, Spitalin Universitar Obstetrik Ginekologjik Koço Glozheni dhe Maternitetin Mbretëresha Geraldin në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik. Konsiston në vlerësimin e infeksioneve specifike të cilat mund të rezultojnë më tej në problematikat që shkaktojnë sëmundje neoplazike tek femrat. Dhe konkretisht është një program për depistimin e pozitivitetit për human papillomavirus, i cili është një virus që është tashmë i mirë konfirmuar që është në korelacion të drejt për drejt me shkakësinë e kancerit të qafës së mitrës. Pjesë e këtij programi mund të bëhen të gjitha gratë e moshës 35 vjeç deri 55 vjeç, të cilat përveç kryerjes së pap testit do të përfitojnë falas edhe testimin për human papillomavirus. Në këtë program përfitojnë të gjitha femrat e moshës 35-55 vjeç, të cilat në mënyrë vullnetare ose edhe për indikacione mjekësore kanë të nevojshme ose kanë dëshirë të vlerësojnë situatën e infeksionit nga ky lloj infeksioni, pra pikërisht nga human papillomavirus. Depistimi mund të kryhet jo vetëm nga gratë që shfaqin probleme ginekologjike, por edhe nga ato që dëshirojnë të kryejnë në mënyrë vullnetare këtë kontroll parandalues për të vlerësuar gjendjen e tyre shëndetësore. Kemi ndarë pacientët gratë në dy grupe, le të themi. Grupi parë është grupi pacientëve të cilat zbatojnë sistemin e referimit dhe vinë këtu tek ne për të kryer pap testin tradicional, që është edhe ajo një metodë depistuese për sëmundjet paraneoplazike. Ftojmë dhe grave të cilat për një arsye tjetër mund të paraqiten në spitalin ton dhe në mënyrë vullnetare kërkojnë dhe dëshirojnë të kryejnë këtë lloj ekzaminimi. Kjo fushat synon të ulë rastet e kancerit të qafës së mitrës përmes diagnostikimit të hershëm.